edhe qesim në anë pa kush me merr parat, se kështu nuk bën. Plani zhvillimor, llogaritet më shkuqa ne ka stacioni autobusave, edhe që aty ka edhe përfitimet mëdha. Normalisht. Jemi të folë për 3 gjona ndryshme, për planin zhvillimor ka do të hapet, jemi të folë për legalizimet, për kaosin edhe për pranimet teknike. Tash unë penisi me planin zhvillimor. Plani zhvillimor komunal është vendoset prej asambles komunale, edhe që aty ndikimet janë prej qytyne që pjothojnë oligark ose mafia ndërtimit që nuk janë terme adekvate për mi qujtë kështu. Normalisht ata janë biznismen që kanë nevoj edhe dojnë me ndërtu edhe kështu. Është gabim më thonë që na do t'i ndërprejmë ndërtimet njëherë, sepse kush thot që shtu? Ti e ki sinqert, po thot edhe njoni për që ty në vipav, kjo është, me thonë, na lutë organizohem njëherë, se i ndërprejmë, tani shkojmë edhe merrëm vesh me ta, edhe qesim në anë pa kush me merr parat, se kështu nuk bën, se edhe aty është një farloj kaosi. Plani zhvillimor, llogaritet më shkuqa ne ka stacioni autobusave, edhe që aty ka edhe përfitimet mëdha, normalisht. Unë e kom menu me zgjeru edhe mi shina trenit ka kodra e trimave anej, sepse nuk ka hapësirë, popullata është shumë e dendur, aty nuk ka përfitime, as kryetari, as kërkush, sepse është kaos, nuk i ven ku me bo një qerdhe, një shkollë, një hapësirë gjelbert, një kur gjoheq. Edhe menoj, po edhe anej, por do të hapet plani zhvillimor, do të përfitojnë me koeficient edhe ka kodra e trimave. Sa i përket kaosit, kë ka fillu prej pas lufte, ka zhvillu dhe i tash. Qa do të bojmë na për këtë temë, do të qesim një vit kuqe, jo me ndërprej ndërtimet, ato do të zhvillohen si mas ligjit, sepse ligji është shpëtim, edhe do t'i kthejmë pastaj me i trajtu, pse nuk ka rrugë, pse nuk mundet më hinë zjarë fiksja, të më arrem feza me nëllë zjamin, pse nuk ka hidrant, pse nuk ka shkallë emergjente, pse mungojnë parkingjet, pse është kaosi, kush e ka kriju? Këtë kaos e kanë kriju, dhe më thonë, se cili kryetar, se nuk ka të pafajshëm këto, edhe drejtoria, inspektoratit edhe urbanizmit që ka shërby, veç si korupcion. Bek, sa katë kishe leju në qëto zona që po lejo ndërtim, sa në qender, sa në këto zona ku e ki planifiku zhvillimin? Dëgjom, une nuk tashti vare që shën kriteret e ndërtimit lartë, që shkom fol me një urbanist të vërtet, më ka thonë që lartësia e ndërtesave duhet e saktëson gjërësia e rrugës në mjetë banesave. Nuk mundën më bo 2 banesa 10 kate edhe më janë rru televizorit kë kojshia, nuk shkan ashtu. Dhe më thonë, nëse bohet plani, edhe respektohet plani, edhe është largësia dhe rrugët janë gjona dhe respektohen këtë kriteret e ndërtimit edhe hapësirat e gjelbërta, që ajo ta definon edhe largësinë sa më shku. Për zonën të kodra e trimave, sa ma të lartë, njërë që se tu shku lartë, ata hapin, bojnë hapësirë të gjelbërt edhe të komunikimit. Bek, sa ma larkë është 30 katë, 50 katë, sa? Te kodra e trima, se aty s'ka përfitime kur gjohesh, aty ka vish të lashe, du të mi përvjel durët e me pështuat popull, sa ma të lartë. Nuk e di tash se duhet për folë me ekspert, unë nuk jam urbanist. E ka stacioni autobusave, sa kështë thonë? Aty du të mu zbatu regullat kështu sakt. Se aty dihet. Qka janë regullat sakt? Regullat bre përcaktojnë këto nuk o këtë që është qefi. Nashta dikush menon si sa e bon toka, po prap se prap duke në si përfaqe, tu zbatu regullat e urbanizmit, të rrugët, hapësirat e gjelbërta, qashtu, vish ligji është për tim.